Për shembull kam besimin musliman. Unë se kam marrë kam ashtu babgjyshi, katërgjyshi ai atje më i hershmi. Pse feja si fe muslimane është fe, nuk është fe ose feja e degradojnë së sektet që kanë linë. Do po degradojnë, e përdorin për qëllime ekstremiste, që është merr, që s'do të lejuë, se kjo degradon edhe në farë mënyrë ja humb vlerën edhe fetë pasës muslimanët. Tregona pak problemin që po e shfaqim masive që takun para pas kamerave, për kamionin me cilën janë duke bë historia të turgjve. Kamionin që e vreni ju, që në kohë sot do të dje me siguri, edhe para dje, ndoshta do të çndroj edhe një ditë këtu, është një kamion që s'u duhet të lejohet nga pushteti i jon. Sepse po shet një propagandë, po e mohon këtë që kanë ndodhur në çana kalon, që kanë marrë pjesë mbi 30.000 shqiptar, që janë myt, që kulla që në kalos është ndërtu me kafkat njerëzve atje. Se po e vlerësoni si propagandë? Është propagandë pse për mohon asnjë emën e shqiptarëve aty nuk figuron. Çka më bëj? Po, e kom vizituar, jam shumë informuar, këti kije kontributi i turgjve. Askund nuk përmendet kontributi të tjerëve që kanë marrë pjesë të tjera aty. Sa të kanë një dyndje, nuk është një bede e vogël. Ajo është histori. Dhe nga aty turqit ja kanë lënë dorë serbëve, ja kanë lënë pejnishi, mi 730 katuni në zbraz. Etnikisht i kanë marrë vetëm zonat personale. Banorët aty i kanë ose ndërrojë fen, banë ortodoks, ose shko me turqit, pasi që ata ja kanë lënë. Dhe i kanë mashtruar krerët, ata krerët shqiptarë i kanë mashtruar të i thonë, jeni se na do t'ju dënojmë në familje, thjesht mi kuptuar, po do t'ju dhon prapë aty, ata shumicën i kanë vrarë, i kanë çarmatos dhe i kanë detyruar mu larguar ose i kanë burgos. Kështu që ja kanë rruar domethënë, ose e kanë rruar fen edhe etnin krejt, u do të mushënu aty serb, ose me lëshuar atë vend. Dhe e kanë lëshuar. Sot dhe ditë ato prona nuk janë paguar kur s'janë paguar ato prona, kanë mjetë ashtu domethënë, me pasuni me të gjitha. Sot që ta tonë ta lypin plus territorit tjera me në marë, komuna tjera, para më nëri. Ato treva janë spasru etnikisht. Tash, këta vinë në shesin e histori, të rajshme këtu, është fakt që ka ndodhur ajo betej, me përmosa botnore, por jo të lejohet këtu, e mos figuroj kontributi i asnjë shqiptari. Aty kanë 30.000 shqiptarë, që kanë thonë ata vullnetarë, në atë gjuhën e tyre, tash po do më shpreh, ata kanë qenë vullnetarë. Do me thonë, po i bjenë që kontributi jonë zerë. Kjo orë këtë në shetë propagandë të rajshme, i ka marrë dë në zonë sa tu i manipulu që është me keqja, i kishë marrë në zonë e shkolla tona, që mundi më bindë, i kishë marrë me i shqitë propagandë të rajshme. Që do me ne mohon qenjen tonë, e mohon kontributin tonë. Që do të lejojmë, nuk do të lejojnë institucionin tona, organet tona. Sa po mendon që e kanë lejuar? Ku jenë historia jonë, ku jenë historian tonë, ku është akademia shkenca? Që së reagon, i mohon për kontributet tona, jo vetëm këto. Ata do të më hapa, që është mjerisht është të merë, të lejohet për kamjon këtu. Apo mendon që po lu në rol edhe pjesa ku na i kemi marrë edhe traditat e turgjve edhe fjalët e turgjve? Shumë vërtet, sundimi 500 vjetar ka lënë trag, mirë po na i mohojnë kontributet tona, po na i mohojnë qenien tonë. Qendë nacinë tonë, qendë nacionale, se po shpërna pak nështë me shpejtësi, se kam edhe emocione, normal, se s'po mu i mja o rështu, dhe gajtë ato se që ka ndodhët, kronologjinë më këthyje, sa to dashtë akademia jonë. Profesor të historisë me arë këtu, jemë arë darësimtare ishin arë, dvabekta ishin arë, që ishin shqiptare turqe me përkatësi me siguri, edhe më ishin me shqitë rena, zonësave, ishin arë ato me nëjë që po shkem një vizit, mi bo një ekskurzion, që së du të lejohet. Nuk është s'ka karakter të mirë, nuk ka qëllim të mirë. A mendon që pjesën e fesë që kemi fenë islame, një pjesë dërmuese në Kosovë, lidhet me ato të turgjve edhe çka lu në rol kjo në Kosovë? Po shumë e vërtet. Sundimi 500 vjeçar ka lënë trag. I kemi pranuar nga beneficionet atëherë që ose për pasuninë mos ta konfiskoj pasuninë me pagu tatime dhe kanë pranuar atë fe. Djetë gjeneza, djetë përkatësia jonë fetare që ne kemi pas. Po tash nuk kemi fajtore në gjenerata jonë pse kemi këtë fe. Që për shembull kam besimin musliman. Unë se kam marrë ashtu babgjyshi, katërgjyshi ai atje më i hershmi. A mendoj që feja islame është kthy pak edhe në ekstremiste, po e keq përdorin? Po e keq përdorin sektet. Fatkeqësisht sektet. Sektet që kanë ato sektet që në muslimanizëm e kanë degraduar në mënyrë, pse feja si fe muslimane është fe, nuk është fe
që të më ose feja ortodokse, muslimane, katolike, janë feja që dihet historiati tyne, mirë po e degradojnë së sektet që kanë linë. Do po e degradojnë, e përdorin për qëllime ekstremiste, që është merë, që s'do të lejuë. Kjo dohet bashkësia islame për shembull nëse vren diçka. Ajo është stacioni i parë. Me do marrë masa, jo të lejohet diçka. Absolut. Se kjo degradon edhe në familje ja humb vlerën edhe fetë pas muslimane për shembull. Faleminderit që marrë. Faleminderit për juve. Ndimi ki për rinin që janë largu prej fesë muslimane. Shumë dopt. Shumë dopt. Kjo është katastrofë për ne shqiptarët edhe për këtë Kosovën. Pse janë largu që ka të shumë? Se largu se institucionet nuk reagojnë si duhet. Kjo ndikon. Çfarë mendimi ki për rinin sot, për respektin e rini sot? Po për rinin kam respekt, po shumë të mirë dhe shumë shëndosh, po mase që institucionet kryesore nuk japin sa duhet mundësinë e tyne situata që ndrën e dopt. Do me thënë institucionet i kanë fajë. Sigurisht. Çfarë mendimi ki për rinin që pëlqojnë vendin tonë, po dalin me punë? Dopt, shumë dopt. Toka pa gjena jetohet. Nuk jetohet. Sa je i kënaqur me qeveritë? Vallai deri me tash me qito si ekziston sa dopt. A kishe pas dëshirë me u formu qeveria Albin Kurtit prapë? Po nëse përmirësohet, po, se për çështje ju. E qeverit 20 vjet më herët? A? Për qeverit e kalume, a je kon i kënaqur? Po vallai edhe ato kanë qenë diçka më të mira, po apet nuk ekziston Çka dopt. ishdosh me ndryshu në Kosovë? Çka ishdosh me ndryshu qeveria e ardhshme? Po gjithçka është kish pas në mënyrë më ndryshu. Ka pas mundësinë institucionet kryesore, fëmijëve, plezhve, dëvorshme me dhënë rëndësi më tepër. Pas pak se intereso kujt për tu. Çfarë mendimi ki për këta djemë që po i qojnë prindën pleqve? Dopt shumë, edhe këta janë. Edhe këta do të plakën e ditë të i vekua, si ne. Atëherë do të mendojnë se ka t'ja mojnë. Sa po të mjafton ty pensioni? Po edhe të penzion mo, i të shumë dopt. Artikut i kanë ngrit, i kanë zuën qilë, e s'ka me bo medicinë 20 herë. Ato kush është i smutë, kush ndikon nga smuja, ato nuk i dalin për ilaçe. E leje për artikuj është qimur, qka të më thonë? Asgje. Faleminderit shumë për ideje. Faleminderit edhe juve, kalofshi mirë, Edhe ti. e sholla u shumë situata më të mira dhe qeveria vjen mend. Faleminderit shumë. E kaloft me rinin si duhet. Që për shembull kam besim musliman. Unë se kam për kam marrë ashta babgjyshi, katërgjyshi ai atje ai më hershmi. Pse feja si fe muslimane është fe, nuk është fe që të më ose feja e degradojnë së sektet që kanë linë. Do po e degradojnë, e përdorin për qëllime ekstremiste, që është merë, që s'do të lejuë, se kjo degradon edhe në familje ja humb vlerën edhe fetë pas muslimanët.